Disa fëmijë me padurim po e presin hapjen e pishinës në Gërmi për sezonin veror. Për të gjithë qytetarët e Prishtinës, por edhe të qyteteve të tjera të Kosovës, të cilët dëshirojnë që këtë sezon të freskohen, tani më për ta pishina e Gërmis është e hapur. Drejtori i pishinës Gërmia, Nejat Uka, tha se janë bërë të gjitha përgatitjet për këtë sezon. Kem të gjithë stafin, duke përfshirë shpëtimtarët, stafin teknik, ambulantën, policin, si roje. Çmimet i kem të njëjta, për të rritur janë 2 euro, ndërsa për fëmijët e vegjël janë 1 euro. Vizitorët e parë të pishinës shprehen kënaqësi për hapjen e saj. Jam shumë i lumtur se u hap pishina, ambienti është shumë i mirë, edhe ne vim çdo ditë me u fresku këtu. Unë jam shumë e gëzuar që është hapur pishina, kështu që shpresoj që të vinin të shumë vetët e tjerë të kënaqen këtu në pishinën e Gërmisë. Jem gëzuar shumë që u hap pishina dhe kena më kënaqur sonte të ula. Po, është pishinë shumë e mirë, e vizitojna shpesh të, me shoqëni na pëlqen shumë, natyra është shumë e mirë. Unë jam gëzuar shumë për pishinën që u hap sot edhe unë jam kënaqur shumë për sot. Edhe është shumë bukur, po duket kjo ditë është shumë e gëzueshme për mua. Këtë vit, për sigurinë e të gjithë vizitorëve, janë në gatishmëri 10 shpëtimtar. Të gjithë janë me kvalifikim të lartë, personat e edukatës fizike, këtu punojnë kanë përvojë të marrin në shpëtim, që 16 vite veç punohet, për viti 2000 deri sot, të marrin 16 sezone. Rastet me të vërtet çdo vit ka shpesh e më shpesh. Pishina e Gërmis hapet në orën 10 dhe do të mbyllet në orën 18.